Ndërsa zotëron 30% të aksioneve, Bashkia Lezhë ka hequr dorë nga përfaqësimi në bordin e shoqërisë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve Lezhë. Mënyra e organizimit të kësaj ndërmarrje, e shoqëruar edhe me rritjen e çmimit të ujit gjatë viteve të fundit, pavarësisht kundërshtimit nga Këshilli Bashkiak, është bërë shkak për mbajtjen e këtij qëndrimi. Duke folur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku ishte thirrur për të raportuar ndërmarrja e ujësjellësit, kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Ndreu, shprehu kritika mbi mënyrën e administrimit të të ardhurave edhe punës së këtij institucioni. Ajo që më ka shqetësuar është tendenca her pas hershme për të rritur çmimin dhe nuk është e vërtetë që në 2013 nuk arrit. E kemi arrit pasi e kemi kundërshtuar ne këtu është rrit. Në 2024 me reformën e re, ujësjellësi i Lezhës ka zhbot bashkë me Laçën dhe me Mirditën. Humbjet atje kanë qenë katastrofale. Normalisht dhe kanë qenë ndoshta në problematika më të mëdha financiare se ne. Dhe nëse lekët e taksapaguesve lezhjan shkojnë me mbush gropat e gjithë qarkut, këtë du me ditë ne. Sepse ne ujësjellësin nuk e kemi më në funksion të Lezhës për tarifat që paguajmë. Unë mendoj që ne duhet marrim qëndrim ligjor tash, se s'mund të shkojmë ne kështu. Njëri i bie atij shpatit, tjetri i bie këtij shpatit. Nga ana tjetër, drejtori i shoqërisë rajonale të ujësjelljes kanalizimeve, Zef Maçi, deklaroi se fal performancës pozitive të institucionit, janë zbatuar dhe po zbatohen nga qeveria shqiptare dhe donator njësor projekte shmallore për qytetin dhe fshatrat. Së pari është ndërtu ujësjellësi Lezhë, një projekt strategjik i pashoq në Republikën e Shqipërisë, dhe ndër më të mirë në rajon, që për 9 vite nuk është prerë funksioni i furnizimit me ujë të pijshëm Lezhë. Për 9 vite. Energji pa energji. Dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme. Në qoftë se menaxhimi i ujësjelljes kanalizimit me Lezhë do të jetë në startin e nevojshëm inxhinierik dhe teknik. Për 20 vitet e fundit Lezhë është e garantuar për furnizimin 24 orë me ujë të pijshëm. Ne, ujësjellësi Lezhë, si askush në Republikën e Shqipërisë, i shlyejm të gjitha kredit muaj për muaj dhe gjitha interesat e kredive. Dhe kjo ka bërë që qeveria shqiptare, donatorët ta rikonsiderojnë qytetin e Lezhë, duke sjellë 16 milionë euro investim për eliminimin e përmbytjeve në qytetin e Lezhës, një herë mirë, për ndërtimin e ujësjelljes Kodër Malekaj, Goca i Kakaris dhe Magjistrat Kryesor të Ujësjelljes në Gjim. Me reformën në vitin 2024, ujësjelljes kanalizime Lezhë është ndërruar në shoqëri rajonale, duke pasur në varësi edhe Kurbinin dhe Mirditën, ndërmarrje të cilat kanë pasur humbje dhe borxhe të shumta.